Fundjava e parë e korikut ka sjellë drejt Vlorës me qindra pushues vendase të huaj, të cilët sigurisht në qytet pushojnë në hapësirat publike dhe ato private të plazheve. Plazhet e qytetit në pikun e sezonit turistik kanë një fluks të lartë të shtuar pushuesish, të cilët thonë se zgjedhin qytetin bregdetar për bukuritë natyrore që ai ofron. Plazhi, deti dhe klima e mirë mbeten të preferuarat për pushuesit vendas, por edhe ata të huaj, ndërsa ata të cilët jetojnë në Vlorë apo vinë çdo vit për pushime, tregojnë se qyteti ka ndryshuar shumë, por edhe sektori i turizmit ka marrë një tjetër zhvillim. Të huajt shprehen të surprizuar, duke thënë se nuk e prisin të ishte kaq mirë, ndërsa pushuesit vendas thonë se nuk e ndërrojnë Vlorën me asnjë qytet tjetër. Të lumtur që po i kalojnë pushimet në Vlorë si vendas, por edhe të huaj, premtojnë dhe sigurojnë se do të kthehen sërish. Si është fundjava sot, plazhi si po e kalon? Ke zgjedhur mundësinë pa lek për të pushuar apo jo? Kam zgjedhur mundësinë pa lek për të pushuar dhe jam këtu. Po pse? Çfarë të detyron që të pushosh në të tillë mënyrë? Tash pyetjen e bëre tamam, domethënë se më detyron ekonomia. Po. Një ekonomia më detyron. Qyteti Vlorës, Bregdeti si të duket? Pavarësisht kushteve po të them të unë, përshtypjet janë që më tepër ka beton se sa gjelbërim. Po, Vlora mbetet një qytet i bukur. Beautiful. Po. Shumë mirë, jemi të kënaqur. Po, patjetër. Çfarë të pëlqen? Shumë mirë, jemi të kënaqur plazhin. Po na i prishin çik të dallë sot. Natyra deti, çfarë do më tepër ti? Ju nga jeni? Unë jam Vlonjate dhe Bavë. Vlonjate. Kur e ke filluar në sezon veror? Shiko, unë emigroj, nuk jam këtu. Po? Po kam një 10 vite të marrë. Edhe do rrit 3 muaj. Ku jetoni? Ku keni emigruar? Kam qenë në Greqi, tash jam në Angli. Në Angli. Mezi e prisje kohën e pushimit besoj. Dhe se më vinde një prit e besat. Edhe të marrë kopshës, janë kopshë e shkollë. Nga vjen që pushon në Vlorë? Nga Tirana. Vjen çdo vit në Vlorë? Po, çdo vit të vi një muaj unë këtu, janë në këtë vend. Vlora është destinacioni jot i preferuar për të kaluar. Po, na pëlqen. Çdo vit të vi në gjithë botën. Po pse ke zgjedh Vlorën? Pse pikërisht Vlora? Në fillim ka pasur një marë, po të pëlqente rruga që ishte me kthesa. Po? Dhe ka 3 vjetë, ka 4 vjetë që vitë. Për zgjedhjen për Vlorën, çfarë mendon? Është perfekte? Shumë mirë, ka hapësirë për i marë, nuk ka hapësirë shumë. Do të rish gjatë? Një muaj. Një muaj. I fton të tjerët mi që kanë Tiranë të vinë Vlorë? Vi vetë ata, nuk ka nevojë t'i ftoj unë. Faleminderit. Edhe vllan këtu e ka, në Vlorë e kam, po e kam aty po. Pra keni ardhur familjarisht? Po, familjarisht. I think that the city is very beautiful. As you can see, the coast here is very beautiful and the beaches as well. Unfortunately today is a bit... Mendoj se qyteti është shumë i bukur, ndërsa plazhi edhe më i bukur. Fatkeqësisht sot ka pak dallë, por kjo është hera ime e parë në Vlorë. Vi nga Suedia në Vlorë, ka të i kaluar pritshmëritë e mia. Zgjodha Vlorën sepse në Suedi tashmë flitet shumë për bukuritë e këtij vendi. Është bërë një destinacion shumë popullor. Patjetër që do të vi përsëri. Super nice. Do you will come back maybe? Of course. Thanks a lot. Have a nice day. Thank you. Sezoni veror si po të duket, vera, pamje, qytet. Shumë. Kur e keni nisur këtë? Kam një javë. Ke një javë. Ju jeni nga Vlora? Po, Vlonjate. Jetoni në Vlorë? Po, te bashkia jetoj. Si e sheh qytetin vitet e fundit? Mirë. Ka pasur transformim transform më përpara? Pak. Po, tani janë vënë ato. Pastrimi po Çfarë të pëlqen më tepër nga qyteti yt? çdo gjë më pëlqen. Vlora është komplet bregdet, i pastër, i ftohtë. Vlora, sezoni veror. Mi jep një përshtypje. Vlora është mrekullia vetë, nuk kemi çfarë themi për Vlorën se tregon vetë. Sezoni veror është shumë keq nga ekonomia. Ekonomia është për tokë. Vetëm vjedhje, korrupsion, të gjitha janë. Ndërkohë qyteti si të duket? Qyteti si më duket, trafiku nuk ka ku të vej më. Nuk ecën dot, edhe në këmbë e bën më shpejt se sa me trafiku. Ama mbetet një bukuri natyrore për te gjithë sa Natyrore deri tani që s'janë ngasmuar po. Tash na vijnë turqit, izraelitët, atje nuk e dim si do bëhet. Çfarë të pëlqen më tepër nga qyteti yt? Të gjitha. Nuk ka si qyteti im. Qyteti im është mrekullia vetë. Është i vetmi unik në botë
me det, me male, me fusha, me laguna, me të gjitha është. Koriku ka sjellë sipas raportimeve një rritje të prenotimeve edhe në njësitë hoteliere, në të cilat akomodohen çdo ditë të këtij sezoni veror me 10 pushues nga vende të ndryshme të botës. Pritshmëritë janë pozitive, ku pritet në vijim të kemi një shtim të fluksit të turistëve.